Po si mund të zgjidhet një kryetar bashkie kur toleron një person me problematik, një person që ka vrarë dhe lihet akoma i lirë. A merr gjë kisha ortodokse nga Muzeu Onufri atje në Berat? A lëshon gjë Muzeu Onufri faturë tatimore? Se këta po e mbajnë Veliajin burg. Ndërkohë që gjykata kushtetuese tha që ai është kryetar bashkie, nga ana tjetër është në burg. Tani faktikisht edhe një vit e gjysëm është koha për të bërë zgjedhjet e reja lokale. Unë faktikisht do ta shoh nëse Erion Velia do të ketë akoma mbështetjen e Partisë Socialiste, domethënë në zgjedhjet e ardhshme, por mund të ndikojë, ose mund të prish provat, ose mund të dalë i pavarur dhe mund ta vazhdojë Bashkinë e Tiranës. Por ti thua që thjesht me këto manovra ata po bëjnë atë fitimin e kohës, le të themi që ta them dhe tjetër. Arrestimi i Veliajt është skeme e Edi Ramës. Do thosh ti si ka mundsi? Po ta them si ka mundsi. Me çdo drejt Rama kërkon tani që ta arrestoj Erion Veli sepse dyshon për komplot brenda Partisë Socialiste. Kush do të bëjë komplot Partisë Socialiste? Kur faktikisht Erion Velia ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Mund të largohej nga kryetari i Bashkisë Tiranës dhe mund të merrte Partisë Socialiste. Po kur s'ka opozit që të tregojë dhëmbët qeverisë që sot na drejton, normal dhe ai bën këtë gjë që ka ndodhur te socialistët ka qenë gjithmonë ky problem. Siç ndodhi me Fatosin e Shkret me Ilirin, kur zgjeshin dhe ajo gruaja e Beratit që thoshte ne nuk duam përçarje vetëm. Dhe këtë po e bën vetë Edi Rama, skemi Edi Ramës që të shoh se kush është ai që e mbështet Ramën dhe kush mbështet Erion Velia. Ti si Berata, kalojmë te tema tjetër. Ti si Berata, si e mendon? Unë faktikisht jam kandidat në opozitë, ai faktikisht është kandidat i pavarur, por po flasim për kandidat, po flasim për vrasjen që u bë te Kalaja. Ti vetë si e komenton? Thash pra, e thash policia bashkiake e Beratit, pra bashkia e Beratit, domethënë ish kryetari i bashkisë Beratit, apo ai që është aktual që thotë që do zgjidhet, po si mund të zgjidhet një kryetar bashkie kur toleron një person me problematik, një person që ka vrarë dhe lihet akoma i lirë. Policia e Beratit apo dhe policia bashkiake e Beratit lejon një person kalat Beratit që të bëj vrasjen e radhës në sy të fëmijës. Është e turshme, është e pafashme dhe këta krenohen, shikoj se ne nxorëm dronin zgarat dhe grillat edhe ferrat e qytetit historik të UNESCO-s dhe faktikisht Berati sot lëngon shumë. Bashkëshortja e të Ndjerit kishte bërë një reagim për media ku thoshte se ne nuk bëm foto me Kalin, por thjesht ishte Kali i lidhur në një cep. Unë personalisht nuk e njoh atë personin që ka Kalin, por sepse kam qenë edhe unë aty në Kalas, sepse normale qytetar i atij qyteti UNESCO-s, po fatkeqësisht kjo tregon vetëm nivel negativ, jo vetëm të turizmit, por edhe të atij qyteti UNESCO, ku mikpritja dhe qytetaria në atë qytet është në nivele shumë të mira që ai qytet ka lënë shumë breza tek turistët, por edhe tek elita botërore, sepse aty ka vizituar shumë personalitete të larta botërore atë vend apo qytetar. Po fatkeqësisht propaganda dhe shplarja e trurit nga këta politikan e bën domethënë që të arrijmë në këto lloj nivele. Është e pafalshme, pa tolerueshme që si drejtësia, si policia shtetit, si policia bashkiake të lejojë një person që është person në kërkim, sepse ai faktikisht u largua në Greqi, sipas gojadanave, që ai ishte larguar në Greqi për të humbur gjurmët për të shmangur drejtësisë, sepse drejtësia ka qenë ajo që ka qenë. Vlen për të theksuar edhe fakti tjetër që këta edhe për dikë që shet fara në rrugë shkojnë dhe i kërkojnë faturë ose vendosin gjoba, ndërkohë që ky bën xhiro me kalm, merrte përsipër risk jetë njerëzish dhe shteti e linde që të operonte me këtë biznes. A japin faturët atje te Muzeu Onufri, se faktikisht Muzeu Onufri është vërtet muze që menaxhohet nga shteti, po më falni një sekond, a merr gjë kisha ortodokse nga Muzeu Onufri atje në Berat? A lëshon gjë Muzeu Onufri faturë tatimore atje në Berat për ata mira turistë që thonë që po i vizitojnë? Më falni një sekond, se bota do shikojnë Beratin, se unë jam qytetari atij qyteti, si mund ta shikosh, domethënë ti thuash njerëzve që votoni ju Partinë Socialiste me Edi Ramën në krye dhe ne do vazhdojmë të vjedhim fondet e UNESCO, ne të vazhdojmë të vjedhim Beratin. Berati gjithmonë ka qenë në xhep. Sot në Berat është vetëm pensionistë dhe pensionistët atje ku është bashkia e
e Beratit ka qenë një vend për pensionistët, sot i ka lënë mëshirë fati. Po fëmijët, pra i bëjnë lodrat e fëmijëve aty ku propagandonin që do bënin trëndafila në lulishtën e Beratit. Pra e kupton se në çfarë gjendje jemi, 35 vjet vazhdojmë me trushplarje këtij populli dhe përgjigjja është ku shkon edhe mbron korrupsionin atje në gjykatën kushtetuese apo në gjykatën e posaçme, e kupton domethënë se në çfarë niveli jemi. Unë apeli që kam për qytetarët e Shqipërisë, ose ngrihuni të gjithë, të majtët e djathtë, të ndershëm, edhe rrëzojeni këtë klasë politike. Të majtët e djathtë, ose përkundrazi, do merrni të gjithë valizhet, do largojeni dhe fatkeqësisht e shoh sot që shumica nga bota e tretë, shoh shumë që turizmi sot po na e merr bota e tretë. A kupton ti që sot s'ka turizmi, përveç që abuzon me çmimet, sot turizmi mbahet nga bota e tretë. Pra vinë njerëz nga bota e tretë për të shërbyer shqiptarëve. Pse? Sepse shqiptarët janë me pak fjalë tangërliks, do të thoshë. Pra e kupton se në çfarë gjendje jemi. Jemi në është për të qeshur dhe për të qarë. Është nivel shumë i keq i edukatës qytetare. Pra, nëse ky popull nuk formsohet me edukat, kjo rini sot është e varur nga veset, nga droga, nga alkooli, nga zullumet. Dhe si mundet sot të presin nga kjo rini që të rrëzoj këtë qeveri? Se kuptoj. Pra, vërtet to janë... Duan që ta mbajnë kështu. E duan, rinia është në drejtim paditur, ndërsa Kush po e çon drejtim paditur? Politika, këtë politikë 3-5 vjeçare, me gjithë të pazarit dhe të pisliqit që ka bërë dhe po bën sot, dhe kupton që do të shplash trurin me dronë, je shiko se sa zgara dhe grilla ka në këtë qytet, kurse qyteti lëngon, rini s'ka, pleqt janë në mëshirë të fatit, s'ka një banjë publike, e kupton pra se në çfarë gjendje jemi në këtë qytet, në këtë kryeqytet. Kryetari i bashkisë, më falni sekond, nga mbi këto kulla, po pra nga firma e kryetarit. Nga se u bën gjithë të ndërtime, nga se u bën, si mund të thua që Tirana u zhvillua, Tirana kryeqyteti evropian, ku 100 metra më tej te Lana ku ndërmon. 5 minuta shi ku ndërmon. Pra era trëndafil. Si mundet domethënë ta pranojmë ne atë ish kryetarin dhe kryetarin e sotëm të bashkisë Tiranës që na lë peshqiesh ujërat e zeza dhe pastrimin e parave të pista në sektorin ndërtimit. E kuptoj, domethënë se çfarë niveli kryesori është rinia të edukohet. Nëse nuk edukohet, është familja, baza, kryesorja. Kupton? Por, përveç se politika e ka bërë këtë gjë dhe e bën. Populli po nuk u ndërgjegjësua dhe veçanërisht socialistë dhe demokratë ndershëm, po nuk u ndërgjegjësua dhe të bëjnë një grushteti, po themun ose revolucion, po grushteti jo me armë. Pra të bëjmë masiv për t'i tregu dhëmbët kësaj qeverie, kësaj klase politike që populli vendos tu. Ata bëjnë trushplarje, i mashtrojnë me 50.000 lekë për vota, mi fesmije, japin 150.000 lekë që thashën 15.000 lekë të reja për vitëri, dhe thonë, ne kemi garantuar votën, ne kemi garantuar pushtetin. Ama pas ati pushteti, qëndrojnë miliarda euro. Pasuri edhe taksat tona. Pra si mund të mbajmë ne një person që nuk di alfabetin? Institucion, ne të paguajmë 3.000 euro. Pra, është normale në këtë vend? Një person që akoma, më thonë, është bërë viral në rjetë dhe sot ne paguajmë me lekët tona një person që duhet mësoj alfabetin ratë parë. Ne kemi zgjedhur. Po ne kemi zgjedhur, faktikisht ata kush u fut në listën mbyllur ishte me kryetari. Dhe unë këtë probleme kam gjithmonë me ata të cilët i servilen kryetarit. Partia do të jetë hapur, socialiste, demokratike dhe gjitha, jo partia e kryetarit. Partia ka antarësi, ndash në bazë, ndash në kryesi. Dhe përderisa ka antarësi, duhet të dëgjohet çdo antar. Më përpara thuheshe një antar një vot, po një antar një vot kaloi një pallat një vot. E kupton pra në çfarë niveli jemi? Pra ndryshimi vjen duke ndryshuar veten tonë. Nëse ne nuk ndryshojmë veten tonë, rinia edukatën, mosha e tretë, ti thot stop, sepse e kanë kaluar me vaje me uthull 35 vjet, me Saliun, me Edin, me Fatosin, me Ilirin, me gjithë tash. Pra nëse do vazhdojnë akoma me këtë klasë politike, ky vend nuk ka për të bërë. Të gjithë këta të mëdhenj do vdesin, të rinj do ikin jashtë shtetit, ky vend do ngelet në mëshirë të fatit. Edhe një herë, apeli i fundit që them, ose bëhuni socialistë demokratë të ndershëm, bëhuni kundër kësaj klase politike të shpëtojmë këtë vend, ose përndryshe do jemi
më keq e më keq. Dhe Shqipëria në 2030-ën me këtë qeveri, me këtë klasë politike ka përshkuar ngrohtë dhe në Europë. Zotëri si jeni? Mirë. E kemi mbytur dorë.